Jemi rikthyer dhe tashmë kam Anitën këtu në studio, një strugane, edhe pse të tjerët mbase edhe kolegu Fatmiri në fakt dishte që ta quaj preshevare, por që ne e quajmë strugane. Anita, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit, mirë se erdhe. Faleminderit shumë mirë, është kënaqësi që jam në studio, kam qenë disa herë në Alsat, por nuk kam qenë e trajtuar nga ana jote, kështu që është vërtet një kënaqësi sot. Kënaqësi edhe për mua, në fakt të preska gjatë kohë, po e kemi lënë kështu duke e shtyrë pak nga pak, po që erdhi momenti. Anita, pa filluar sigurisht në atë bisedën, sepse ti e pa filtra, edhe e di që kjo bisedë do t'jetë pa filtra, do të flasim për të gjithë rrugtimin tënd, që nga fëmijëria, por pa hyrë në atë temë, do doja pak të flasim sepse e di që je edhe një zë edhe në këtë rast, në rastet e të drejtave të grave, sidomos kur bëhet fjalë edhe për vrasje, dhe në fakt sot ka qenë një ditë e bukur për drejtsinë e Kosovës, ku u vendua drejtësia në vend të Liridona Ademajt, të vrasësve në fakt të Liridona Ademajt. Çfarë do të thuash pak veç për ta përmendur si rast? Mirë e thej se ishte një ditë e bukur për drejtsinë e Kosovës, që nuk është rast edhe këtu te ne në Maqedoni, edhe në Shqipëri dhe në përgjithësi në Ballkan. Por sot është një ditë e rëndë për të gjetur fjalët, për të thënë fjalën e duhur, sepse gjatë gjithë kohës po flasim për një jetë të re, të shuar në mënyrën më mizore të mundur, po që në fakt na ka dhënë kjo ditë e sot me një farë satisfaksionin, veçantineve grave, edhe të gjithë atyre që besojnë në barazi dhe të gjithë atyre që e kuptojnë vlerën e qenjes njerëzore, pa marrë parasysh dallimet gjinore, sepse rasti i Liridonës është një prej atyre kur meshkujt e ndjejnë veten superior dhe se mund të bëjnë gjithçka në inskenimin më bizar të mundshëm, siç e bëri kriminali Naimi. Sot po ktheja filmin në të gjitha seancat gjyqësore që kam pas mundësi të ndjek në media, po asgjë nuk është aq e ngujtur në kujtesën time, aq bizare, e trisht, morbide, nuk di çfarë fjalësh të gjej në fjalor, sa fytyra e tij në mesin e njerëzve që prisnin ngushëllime për Liridonën. Më thënë deri ku ishte në gjendje të shkojë ky njeri, ky kriminal. Uroj, ashtu u shpreha edhe në rrjetet sociale, uroj kjo ditë të jetë alarm për naimat. Le të mos jetë ta quaj një satisfaksion, një jehon për ne që po kënaqemi me këtë drejtësi, por le të jetë alarm për të gjithë ata që synojnë t'i ngjajnë pak naimit. E të tillë kemi ende shumë në shoqërinë tonë. Shumë e vërtet në fakt dhe shpresojmë që kjo drejtësi në Kosovë të vazhdohet, por që të vi edhe tek ne, sepse rastet të tilla ka shumë, por që drejtësinë nuk e shohim shumë shpesh. Anita, ti rikthehemi tash bisedës tonë, sigurisht desha që ta përmendim, sepse di që ti e ke ndjekur rastin dhe gjithmonë ke folur për këto raste, ke qenë një zë shumë i fuqishëm edhe për këto raste. Njerëzit të njohin si gazetare, të njohin si drejtuese teatrit, pra administratës së teatrit, të njohin si një aktiviste, si një humaniste, të njohin si person, sigurisht person publik tashmë. Ka disa prej tyre në fakt që kam dëgjuar që mendojnë që je dhe aktore, duke qenë se je shumë shpesh në teatr. Po, gjeneratat të cilat nuk më kanë kapur shumë në ekran, të pranishme në ekran, më shumë më lidhin dhe mendojnë se jam aktore, ndoshta edhe për shkak të lirisë time në të shprehur, ndoshta për shkak të prezencës time, po jo, mendoj nuk jam aktore. Nuk je aktore, po. Si do ta përkufizoje përtej këtyre titujve që njerëzit sigurisht të kanë parë të njohin, si do ta përkufizoje sot ti veten? Profesionalisht? Edhe profesionalisht, edhe si Anita Anit. Si Anita Anit, një njeri që e do jetën dhe i do njerëzit. Dhe çka do që ajo përfshin, në kupton, kërkon, se gjithmonë është edhe ajo që duhet të japim nga vetja për të plotësuar atë që ne kemi nevojë. Profesionalisht, nuk e di. Kjo puna në administratën e teatrit, sado që teatri është një institucion publik, i dukshëm për opinionin, puna që unë bëj nuk është edhe shumë e dukshme. Është ajo burokracia administrative.
Dhe nëse dikujt t'i prezentohesh si administratore, pa marrë parasysh e cilit nivel në teatr, nuk është se do të njohin. Po ka ngel nga e kaluara, nga prezenca në media, ka vazhduar me atë prezencën që e mundsojnë rrjetet sociale, nuk e di si mund ta përkufizoj vetëm, nuk e di si mund ta... Nuk e di, Anita e teatrit, nuk e di. Po, Anita, definitivisht Anita e teatrit, prandaj edhe njerëzit që nuk është aktore. Po, që nuk është aktore, megjithatë mua më duket sikur kjo puna jote në teatr është më shumë pasion se sa punë, sepse ti gjithmonë e ke treguar dashurinë për teatrin në të gjitha aspektet. Po, unë në fakt kur kam punuar në televizionin ton shtetëror, gjithë vëmendja ime ka qenë te teatri dhe te kalendari teatrit. Mandej nëse nuk ka pas asgjë në teatr, kanë qenë të gjitha gjëra tjera. Kështu që teatri është një dashuri e imja e vjetër, me siguri është ajo pjesa për t'i dhënë shoqërisë, për t'i dhënë informacionin për teatrin shoqërisë, duke e ditur sa i nevojshëm është teatri për shoqërinë. Shumë e vërtet, në fakt. Anita, të flasim për familjerin tënde. Di që nuk e pasur në një familjeri të lehtë, le themi. Ti me rënje nga Presheva, nga Kroacia, por e rritur në Strug, Strugane tashmë. Ke humbur nënën që kur ke qenë 3 vjeçe, dhe më pas jeta jote ka ndryshuar, le themi, si fëmijë, duke qenë se ke lëvizur shpesh në Kroaci, në Preshev, me Sadi dhe në Kumanov. Si e kujton familjerin tënde? Si betej ditë mbas dite, si fytyra njerëzish që ndryshojnë çdo ditë, jo si takime të rastit, por ndoshta si kujdestar eventual të ardhshëm të tu, sepse qëndrimi tek një familje apo te një familjar nuk di se sa do zgjas. Ndonjëherë mundohem të bëj një kalendar të sakt të zhvillimeve, pastaj them pse ja vë vetes këtë barë, secili prej atyre që ka kontribuar sadokudo në atë pjesë të jetës time, do t'jap mirënjohjen maksimale. Pa marrë parasysh nëse ka qenë vetëm një ushqim i preferuar i gatuar nga ndonjë nuse e kusheririt, apo nëse kanë qenë 2 javë për kujdesje shëndetësore nga ana e dikujt tjetër, nuk mund të vë në peshore sa mirënjohje duhet t'jap për atë periudhë dhe po aq nuk di ta vë peshoren se cila nga ditët ishte më e dhimbshme. Ajo kur ndryshoja adresë, apo ajo dita kur largohesha nga njëra adresë për të shkuar ke tjetra, apo ajo kur mendoja se më në fund kjo është adresa ime. Tash po flasim për një fëmijë bonjak 3 vjeçar, me një baba 30 vjeçar i cili jeton një dhimbje shumë të madhe njëkohësisht dhe duhet të kujdeset për t'i gjetur një adresë të ngrohtë fëmijës së vet, përderisa ai vetë si një mashkull në atë moshë i cili njëkohësisht duhet edhe të fitoj për atë fëmijë, nuk ishte mundësi. Dhe njëkohësisht gjithmonë adresat tona të jenë shumë afër që ne të mos humbim njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Dhe kjo ishte një lëvizje kështu 9 vjeçare e vazhdueshme, derisa nuk erdhi rasti që baba im të rimartohet edhe unë t'i jap aminin për këtë martesë dhe të zgjedh bashkë me të adresën time të dashur, që edhe sot e konsideroj që është adresa ime jetësore dhe ajo është Struga. Shtëpia jote, pra Struga është shtëpia jote. Sa kam ndikuar, sepse di që shpesh ke folur për nënën tënde të dytë, nga Struga pikërisht që ishte, sa kam ndikuar edhe figura e saj në rritjen tënde në atë që sot je ti? Përveç situatave sigurisht që ke kaluar, por edhe në momentin kur ti vendoste që kjo është shtëpia ime dhe tash më kishe një figurë si nënën tënde të dytë. Adaptimi me një njeri të ri në jetë, në veçanti kur ai njeri duhet të ketë rolin e nënës tënde, nuk është shumë i lehtë. Aq më pak besoj që ka qenë i lehtë edhe për të. Ajo më mori ta quaj,
kur unë ende nuk isha mbushur 12 vjetë, dhe shumë shpejt erdhi adoleshenca ime dhe hormonet e mia, dhe mirë ajo se çfarë ka hekur me mua. Derisa flisje mua më kujtua varrimi i saj dhe fjalët e Hoxhës gjatë fjalimit të saj, për veprën madhështore që e ka bërë ajo dhe që është pikrisht kjo adaptimi im dhe rritja ime. Sa ka pas ndikim. Ajo më ka mësuar që nuk duhet të kesh një arsye për të dhënë nga vetja. Sepse ajo nuk ka pas një arsye për të martuar me babain tim, pos, si thot ajo, misionit për të rritur një fëmijë që ka ngel nga adresa në adresë. Ndoshta nuk ka qenë njerëzit që e njohin në rrugë, e din se ajo nuk ka qenë nga ato që më kapte për faqe gjithë ditën ose më mbante në përqafim, mirë po gjithçka që ajo bëri për mua, Struga është dëshmitari më i mirë. Shumë e vërtet në fakt. E kam dëgjuar edhe dikund që ke thënë që mendoj që duhet hiqet nga eksperienca, nga eksperienca që ti ke pasur, mendon që duhet të hiqet nga prallat ajo njerëka që gjithmonë shfaqet si e keqe, sepse ka njerëz të cilët... Po, fëmijët e mi tani janë në moshën që unë mund t'ju tregoj, sepse fotografit janë aty, ato duan të dinë kush janë këta njerëz në fotografit e jetës time. Edhe në fillim e morën pak si me një faraverzioni këtë personazh në jetën time, duke e ditur Hirushen, Bërbardhën, dhe mandej kur i pam fotografit dhe ngrohtësinë që kemi unë dhe ajo në fotografit tona, filluan ta duan edhe ata umetin. Sa e bukur. Babai jot, i ndjeri Mehmet Latifi, një gazetar shumë i njohur dhe shumë i respektuar, gjithmonë i zëshëm, ashtu siç je edhe ti, sepse mendoj që e ke trashëguar pikërisht këtë pjesë. Si ka qenë të rritesh me një person i cili ka qenë atë shumë i përkushtuar edhe për çështje kombëtare, edhe për çështje të popullit, edhe në profesionin e vet? Sepse ti ke trashëguar pastaj edhe gazetarinë si profesion. Unë mendoja se do të korrigjoj të vetja ato që kishte babushi, që unë i gjeja si gabime sa i përket kohës që ai ndante për familjen, krahasuar me të gjitha çështje tjera. Ashtu si që i përmende vetë se unë nuk dua t'i vë medalje për ato që i ka bërë ai, se ato me siguri i kanë bërë shumë shqiptar të tjerë në periudhën në të cilën e kemi jetuar dhe luftuar për të arritur diçka më mirë. Po s'di ta them fatmirësisht apo fatkeqësisht, e shoh se nuk mund të dal nga brumi i tij, e shoh se jam e njëjta, e shoh se nuk mund të heshti, e shoh se duhet të japim aq sa mundemi, aq sa kemi kapacitet në disa procese. Ndoshta ai kishte pak më shumë kohë duke qenë burr, edhe për të lëvizur nga shtëpia, po ai nuk ishte në dorë rrjetet sociale, siç kam unë sot, për ta bërë atë me përkushtim. Shumë e vërtet, në fakt, ka qenë një ndikim edhe për të vazhduar drejt gazetarisë më pas? Ndoshta për t'i treguar atij se unë di më mirë se ai, sepse mua ato materialet e tij të korrespondenturës apo shkrimet e tij i thonja, "Mano babush, janë këto hartime me shkrim, nuk shkruhet më kështu gazetaria." Ose mandej kur dolën rrjetet sociale, mbas 3 ditësh bënte një koment për ndonjë ngjarje, i thonja, "Ej, vonje, para 3 ditëve ishte kjo, duhet aty për aty, nuk ka këtu shumë të menduar." Në fakt, unë nuk e dija ishte për shkak të tij, po pata fatin që shumë herët të filloj në Radio Strug, në atë një orështin që e kishim ne programin e të rinjve, të shtunave, edhe aty vazhdoj, mandej erdhi Kaltrina, u shpërngula në Shkup, ishte live radio, ndonjëherë harroj të përmendi kështu diçka nga këto lëvizjet mediatike, po gjithçka filloi në radio. Cila ka qenë, le të themi, mësimi ose këshilla që të ka mbetur në mendje që ta ka dhënë babai yt, edhe për profesionin, por në fakt edhe për jetën?
që gjithmonë e kujton edhe thua, ka pas të drejtë kur ma ka thënë këtë. Kujtoj shumë gjëra, po ishte një situatë kur unë duheshte t'ja them atij një gjë që unë kisha bërë, edhe që mendoja se ai do ta quaj shumë të gabuar, veprimin tim. Unë nuk i kisha marrë leje paraprake për ta bërë atë gjë, po thjesht ja tregova mbasi e kisha bërë. Bëj fjalë për ndihmën ndaj një njeriu, po ishin rrethanat kogja të komplikuara dhe e dinja se ai si prind mund të shqetësoheshte. Kur ja thash këtë, më tha, dëgjoj, tha, bia babushit, djali babushit, si më thoshte më shpesh se bia, njeriu nuk është njeri vetëm sepse ka formën e njeriut, por sepse bën vepra të njeriut. Do të thënë, në vend se të më gjykoj, në vend se të më akuzoj për atë që e kisha bërë, ai e miratoi atë që unë e kisha bërë, që në fakt, nëse e analizoj pak më racionalisht, nuk ishte situatë shumë e lehtë, kisha vënë veten në ca siklete të panevojshme për të ndihmuar dikujt. Mirë po, ai edhe këtë e mori me më mbështetje, dhe në atë që e bëra më mbështeti. Edhe për skaj rrezikut që unë kisha marrë, ai mendonte se unë kam bërë një vepër të mirë dhe më mbështeti në këtë. Kështu që kryefjala e tij është të jemi njerëz, ishte, se po vazhdoj të flas sikur është prezente. Megjithatë, po, ato kontributi i tij është prezent, do të jetë gjithmonë prezent, kështu që nuk është e gabuar edhe ajo që thua, sepse fjalat gjithmonë mbeten. E përmende sigurisht edhe këtë ndihmën, sepse ti njihesh edhe për këtë pjesë, njihesh si humaniste. Vite ka që je aktive shumë në rrjetet sociale dhe ke përdorur rrjetet sociale pikërisht për ta ngritur zërin, dhe nëse nuk gaboj ke qenë një ndër personat shqiptar më të ndjekur për një periudhë të gjatë në Maqedoni dhe më me influence. Si vendose që pikërisht rrjetet sociale, sepse të gjithë kemi rrjetet sociale, po jo të gjithë i përdorin për çështje të caktuara, por ti vendose pikërisht për të qenë një hapësirë ku ti do të ngresh zërin për padrejtësitë, por gjithashtu edhe për të ndihmuar njerëzit. Dhe di që shumë shpesh njerëzit të shkruajnë, ata të cilët kanë nevojë, të shkruajnë ty, ti e bën lajmërimin dhe shumë shpesh në fakt ke përfunduar që i ke ndihmuar. Kur kam filluar të bëj publikime për nevojtar, aksionet kanë qenë më të pakta, po edhe më të vogla, do të thënë nuk ka pas kështu me mijëra euro. Në fillim ka qenë një ndihmë, nuk e di, për të regjistruar vitin në fakultet, për paguar transportin për një studente, kam filluar me gjëra të vogla, por gjithmonë duke vënë kontaktin mes donatorit dhe nevojtarit. Unë kam qenë vetëm informatori dhe ndërmjetësi. Kam dashur ata të dy të takohen, pa marrë parasysh, përmes telefonit, përmes kontakteve që do japin njëri tjetrit, se shumica e donatorëve janë mërgjimtarët tanë. Flas pjesa dërmuese e mjeteve kur mblidhet në një aksion, spakun ato që kam qenë unë e përfshirë, janë mërgjimtarët, madje do të them mërgjimtarët. Gratë janë ato më kështu senzitive për këto çështje dhe ato janë të parat që lajmërojnë. Dua të them që fillova me ndihma të vogla dhe kryesisht fillimisht mirësha me studentët. Më preknin shumë studentët të cilët nuk mund të arrijnë të shkollohen dhe mandej u krijua një farë rrjeti i besueshmërisë, pikërisht për shkak të asaj që mjetet dhe kontakti shkon direkt me nevojtarin. Në raste të rralla, në një i afërt i nevojtarit. Gëzohem ndonjëherë kur një ditë takova një nën të disa fëmijëve, mos e kujtoj tani. Unë dal një grua e zakonshme, sikur të takoj ty në rrugë apo ndonjë vajzë tjetër. Tha, m'njeh, thash, jo, nuk të njoh. Tha, jam filanja, ma tregoj vendbanimin e saj. Tha, për Bajramin e kaluar, tha që i udhëzove njerëzit, domethënë, të vinë, të më sjellin ushqime, veshmbathje, para, kush çfarë mendonte. Tha, të tregoj, tha, se jam këtu e punësuar tani, tha, edhe jemi mirë. Nuk të drejtohem më për ndihmë, sepse jemi stabilizuar. Domethënë, ai kishte nevojë vetëm për një shtytje, nuk e njeh një as si duket. Shpesh ndodh që unë as mos më kontaktojnë ata persona, po të më kontaktojë një fëmijë i tyre, një kushëri pak më i largët i tyre. Po e vetmja gjë që bëj është që i lidh me njerëzit.
edhe normal që i bashkangjitem edhe aksioneve të tjera më të mdhaja që dikush tjetër i organizon. Kjo është gjë shumë e bukur, në fakt do të keqen një ndjenjë shumë e bukur kur në momentin që ta ka ndaluar pikërisht ajo gruaja për të treguar që po sepse nuk e njeh një fare. Janë edhe disa persona të tjerë që kur nuk i kam takuar, po kam komunikim të vazhdueshëm në telefon ose në rrjetet sociale dhe në çdo fest i shkruaj, sepse njëkohësisht kam edhe po aq donator të cilët më pyesin. Ti e din cilët raste ka nevojë, mund më japësh një kontakt, kështu që disa pas një kohe, zakonisht pas 2-3 viteve të reja, apo 2-3 bajrameve, më thonë që mirë jemi, u rri djali, u punsua, ose ka ndodhur diçka në familje që më nuk janë nevojtar të shkallës si që kanë qenë dikur. Mendoj se përveç ndihmës që ti e ke dhënë duke i ndërmjetësuar sigurisht me donatorët, besoj që edhe ke motivuar, ashtu siç the edhe në rastin e gruas, sepse ajo është motivuar për t'i marrë le të themi litarët në duar dhe për të punuar, përveç ka pas nevoja që e the, ka pas nevojë edhe për një shtysë më tepër. Ajo ishte nënë e disa fëmijëve të vegjël dhe unë më merr mendja se në ato momente edhe nuk ka pas edhe ku t'i lërë fëmijët, me thënë jetonte pak jashtë qytetit dhe rrethana të momentit, të cilat i ka tejkaluar dhe më përshëndet, të thash se nëse i shih një kur nuk do të mendonja se ajo grua para një viti për shembull s'ka pas çfarë të haje. Ishte takim i bukur. Shumë i bukur kjo. Anita, ti përveç kësaj që i shfrytëzon rrjetet sociale dhe për pjesën e humanizmit, e thash edhe më herët që ke shfrytëzuar shumë për të ngritur zërin, për padrejtësi, nëse ka diçka, domethënë publikisht, je njeri bash pa filtra, kur nuk e nguruar që ta thuash mendimin tënd, të ka, le të themi, të ka ndikuar ose të ka pezulluar në disa raste, ose çfarë sakrificash ke bërë pikërisht edhe për këtë, sepse di që ka pas raste ku edhe mbase je kërcenuar për qëndrimet e tua, qofshin politike, qofshin qëndrimet të tjera, kështu që është një lloj sakrifice që mbase duhet ta bësh, sidomos pas kohës kur bësh edhe me familje. Nuk e di cila është periudha më e rëndë, kur je pa familje ose kur je me familje. Kur je me familje e ke sikletin sepse po ve në rrezik edhe të tjerë pos vetes. Kur je vetë, ta themi se njeriu nuk është vetë asnjëherë, po është rreziku më i madh sepse mund të kenë më shumë guxim. Jemi 2026, unë kërcënimet e para i ka marrë diku para 2-13 vitesh, po atëherë edhe mundësit për t'i gjetur kërcënuesit kanë qenë më të vogla, edhe ato kanë pas më shumë guxim, tani edhe ato janë mbushur me mend. Nuk është i ralla i linçimi, nëse dikujt nuk i pëlqen ajo që e bën ti. Unë viteve të fundit normal që nuk e kam atë fluksin e postimeve edhe energjisë që e kam pas për shkak të obligimeve që i kam me fëmijët, por edhe nuk ka pas situata aq të zjarrta ta quaj, që të acarohemi. Se ky aspekti partijak politik më është bërë kështu si punë limonade, sot më shajnë për njërin opcion politik, nesër ato mund të bëhen miqtë e mi, sepse kanë ndryshuar opcion ata vetë, apo opcioni tyre ka ndryshuar koalicion. Kështu që ato janë më pak të rrezikshëm. Edhe nuk i konsiderojmë, po ka pas kërcënime pak më ndryshe më herët, të cilat fatmirësisht tani janë më të ndrojtur. Ka pasur ndonjëherë në një rast që me të vërtetë je friksuar, ke thënë që okay, mbase duhet pak ta ul zërin ose ajo e di që nuk ka mundur të ndodhë, po që je friksuar në një farë mënyrë, ke menduar që okay, ky është një kërcënim shumë serioz dhe duhet ta marr më seriozisht. Nuk e di, jo. Jo dhe e them kjo presheva ndonjëherë del nga struga. E them me plot bindje sepse e shoh të njëjtën gjë te kopja ime 3 vjeçare që thot nuk kam frikë nga asgjë. Mendoj se është një brum që nuk ka frikë nga asgjë, tani ka pak më shumë pjekuri, flas për veten time, tani kam pak më shumë pjekuri për të analizuar dhe për të mos e hedhur bash fjalën kështu, për të marrë më shumë informacion, për të mos postuar me emocion. Pres pak të bjerë, të shoh që të mund të jap
tamam vlerësim. Sigurisht. Anita, dua të flasim pak sepse e folëm sigurisht edhe pjesën e familjes, të gjitha këto, po që unë dua të ndalemi pak jo vetëm te pjesa e strugës, po edhe te identiteti yt shqiptar. Ti në fakt je vetëm kroate dhe dim që shpesh të shohim dashurinë që ke edhe për Kroacinë, shpesh shkon e viziton atje. Megjithatë, më duket sikur identiteti yt shqiptar më shumë triumfon, apo? A është ashtu? Po tash edhe fizikisht më shumë ka punuar babushi. Se nëna ime nuk ka pas kohë, edhe pse edhe babushi ma ka ushqyer dhe mbajtur gjallë dashurin për familjen e nënës time, si një pjesë shumë e rëndësishme e identitetit tim dhe fundja e zgjedhjes së tij dikur. Është zgjedhja e tij dikur dhe është identiteti im. Kam lexuar shumë për melezët apo për njerëzit e përzier. Thonë nuk mund të jesh gjys-gjys. E vërtet është, nuk mund të jesh gjys-gjys. Unë jam komplet shqiptare. Unë jam komplet shqiptare, e lindur nga një nën kroate që i adua shumë familjen, sepse është edhe familja ime dhe familja e fëmijëve të mi tash e tutje, po si identitet unë jam shqiptare. Shqiptare, sigurisht. Do flasim edhe për familjen tënde, megjithatë do të kemi edhe disa surpriza, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Anitën dhe sigurisht që flasim për rrugtimin e saj. Ajo në fakt njihet si një person i cili është i zëshëm, një aktiviste, një humaniste. Megjithatë, përveç se tash do të flasim, do të kemi edhe një surprizë Anita, ne her pas here ju bëjmë surpriza mysafirëve. Kjo qëllimisht sepse duam të shohim njerëzit e afërt se çfarë thonë dhe mendoj që në ato pak minuta që i kemi ato persona të afërt të mysafirëve, tregohet shumë edhe për karakterin tënd, kështu që edhe publiku ato të cilët se nuk të njohim prej shumë afër, do të njohim prej të afër me vetë tu. Kështu që në fakt, e di si, kur duhesh të zgjedh, kisha shumë opsione, sepse di që ke shumë njerëz të cilët i don, të duan dhe besoj që asnjëri do kishte nkuruar për dë një video, po nga që nuk desha ta harxojmë krejt minutazhin me video mesazhe, kam zgjedhur vetëm 2 persona dhe nëse ka mundësi regjia, video mesazhin ta shfaqim tashmë. A mund të dëgjojmë këtu në studio? Jo se s'kam çka të them, por s'di si ti ndaj të gjitha ato gjëra të cilat nuk ja them në fytyrë, ndoshta edhe nuk ndajmë shumë emocione bashk, por i ndjejmë thellë në shpirt. Ajo nuk mund të përkufizohet vetëm me një definicion, si shoqja imja, pasi që është pjesë e jetës time. Pjesë e asaj që kam kaluar, pjesë e asaj që jam duke kaluar, është pjesë e shpirtit tim dhe është pjesë e familjes time. Prandaj nuk mund të përkufizohet vetëm në një sipërfaqësore dhe të mbajnë përgjegjësinë vetëm si një shoqe e Norës, por ajo është teze e fëmijëve të mi. Ndoshta nuk kemi linjë gjaku, por e kemi një raport tjetër dhe këtë e dëshmon edhe vetë fakti që ne nuk e thrasim njëra tjetrën me emra, e thrasim me nofka. Dhe nofkat mbeten edhe kur qeshim, edhe kur qajmë, por ato janë aty, nuk do t'i përmend tani. Çka them për Anitën? Është një njeri i cili vazhdimisht mundohet që ta amortizoj apo ta zbuz dhimbjen e saj dhe atë reflekton nëpërmjet një humori të veçantë. Humor të zi të cilin e ka dhe ky humor e bën që nga jashtë ajo të shprehet e ndryshe, të duket ndryshe dhe mos t'i shfaq emocionet. Mirë po ata që e njohin thellë e dinë se ajo është e brisht, është e dashur, ka një dashuri të jashtëzakonshme për njerëzit, mundohet që të ndihmon të tjerët dhe të jetë aty pranë kur mundet dhe çdo herë ka bërë këtë. Nga ana tjetër, në aspektin profesional, aktivizmi i saj, goditjet e vazhdueshme, sulmet ato të gjitha të cilat i keni parë, mos të hyjë në aspektin profesional, e tregojnë se sa e fortë është, por edhe sfidat e jetës në për të cilat ka kaluar ajo, e dëshmojnë këtë fakt se Anita është një grua e fortë, është tetë e fortë, është një nënë e përkushtuar tani. Dhe unë sot, kur e shoh familjen e saj, them se sa e bekuar jam unë dhe sa e bekuar është ajo. Dhe shpresoj që ata të cilat
e shohin nga qielli dhe janë duke e parë tani, janë të lumtur për arritjet e saj me të cilat e ka rumbullaksuar jetën e saj. Unë emocionohem normalisht, vazhdimisht emocionohem kur flas për njerëz të zemrës, por Anita është një nga ata persona të cilët po të hynë një herë në jetë, është e vështirë të dalin nga zemra dhe lën gjurmë të jashtëzakonshme. Nuk është e vështirë ti mbash, por prapë duhet të kesh një lidhje jashtëzakonisht shumë të fuqishme. Anita, mund të them vetëm një gjë, të dua shumë, këtë s'ta kom thënë, ndoshta ndër vite, por e di që e ndjen fort. Të dua ashtu si je, e fortë, e besueshme, me humorin tënd të zi, me atë që din të ma bësh dhe të ma rrotullosh dhe disponimin dhe të mi kthesh emocionet në tjetër. Të faleminderit për përkrahjen që ma ke dhënë, të faleminderit për që ke qenë çdo herë me mua, pavarësisht asaj se sa kemi mundur të ndihmojmë njëra tjetrës, por me rëndësi e kam ta dish që jam e bekuar që të kam në jetë. Një mesazh nga një nga miket e tua, miqja jote Nora. Edhe kolegja jonë. Derisa fliste Nora, mua më kujtuan dy momente. E para, Nora dhe Mondi sot festojnë 25 vjetorin e martesës. Ju urojmë edhe shumë vite të lumtura. Tua uroj, besoj se nuk do më marrin pare në alsat për këtë urim. Sigurisht që jo, edhe ne ju urojmë, në fakt edhe shumë vite të lumtura bashkë. Dhe më kujtua, sikur dje ishte 10 vjetori martesës së tyre, sikur dje ishin ato bisedat që pos 2 djemve që ende na rrotulloheshin në përkëmba të duan të kenë edhe një vajzë, që pastaj shumë shpejt ju kujtu që duan edhe një vajzë tjetër. Janë shumë vite bashk në jetët tona dhe ndër këto vite derisa Nora fliste dhe për të ndërlidh me fillimin e bisedës dhe figurës të nënës time, Hyrmetit, Nora te unë reflektonte se kush është Nora për mua, edhe në shtëpinë time, dhe kur ajo donte të më kursej, nëna ime, kur donte të më kursej, nuk më lejonte t'i blej dhurata, tesha, pa marrë parasysh, diçka për shtëpi, edhe i thonja unë ta ka bler Nora. Dhe Norën e konsideronte si një grua e cila është martuar, ka 2 fëmijë, punojnë ata si çift, janë materialisht më mirë se unë, që ende vetë po mundohem në Shkup ta gjej rrugën, dhe disi paret e Norës nuk i dhimbseshin shumë. Dhe kështu me shumë kënaqësi pranonte dhuratat nga Nora, që nuk ishin të rrallas nga Nora, po kuptohet që edhe të gjitha që ja bleja unë, nëse i thonja që Nora ti ka ble, atëri mirë te kështu, okej. Pa të qërtuar. Pa më qërtuar dhe i pranonte. Kjo është vetëm sa këto 2 momente për të ilustruar afërsinë time me Norën, që tregon atë pjesën fizike mes meje dhe saj, po lidhja jonë është përtej asaj. Tani, për shembull, Nora ka heq nga këmbët ato 4 fëmijët e vet, ndërkohë që mua më janë lidhur këmbët. Ajo është shumë aktive në jetën publike, për dallim prej meje që jam tërhequr, po gjithmonë jemi aty për t'ja ruajtur njëra tjetrës shpinën. Dhe kjo shumë gjë e bukur në fakt, dhe edhe nga fjalët e Norës kuptuam besoj shumë edhe për ty, sepse ishte edhe plot emocione teksa fliste edhe për ty. Kemi edhe një surprizë tjetër, nuk e kemi me video mesazh, është një tekst i shkurtër, por shumë domethënës nga një person që ne kënaqemi kur i shohim ato fotografi tuaja, por edhe ato statuset tuaja në fakt që ti i shkruan pikërisht, kështu që nëse ka mundësi, fotografi me mesazhin regjia. A ta lexoj unë, a ta lexosh ti me zë? Lexoj. Okej. Anit, ti e di se pa kafën e mëngjesit unë nuk mund të funksionoj, e ti e si ajo që çdo ditë ma zbukuron ditën bashkë me engjujt e tu. Oj kafja e mëngjesit, të dua edhe pse jam vjerë. Një mesazh nga Vjera. S'ma ke decizu Vjerën, Ishte pak në moment të fundit edhe nuk desha që ta vendojmë në pozitë të keqe, se mendoj që do kishte pranuar, po thash, ja dash opsionin edhe për të shkruar diçka, kështu që e falenderoj shumë në fakt, edhe për këtë që ndau kohë.
Shumë e ka emrin e keq, Vjerë. Po atë originalin e ka ashtu si që ma bën mua jetë, bukurie. Nuk ja vetëm statuset në Facebook, unë dhe ajo vërtet kemi një raport të veçantë. Mendoj se ajo, bashkë me babin, me Gzimin, janë një qift për të cilët është e rëndësishme lumturia, qetësia, harmonia e fëmijëve të tyre, Seferit dhe Arbanës, dhe skaj tyre e imja, e Jetonit dhe 4 fëmijëve tanë. Po, kam gjetur, nuk e di nëse Seferi ka kërkuar një figurë të nënës së tij te unë, ose thjesht jemi qelluar unë dhe Vjera që të jemi në të njëjtat valë për shumë gjëra, për humorin, për të kuptuar me sy. Ajo bën shumë më shumë se sa që bëj unë, po unë e kompenzoj duke bërë për djalin e saj, e kështu me radhë. Në fakt po, e dim që ke një lidhje shumë të veçantë dhe nuk është tipike në fakt ajo lidhja vjernuse që ju e keni dhe gjithmonë kënaqemi me ato statuset kur i shkruan, duke që humori është nga të dy anët. Ne jemi një atë që disa nuse dhe Vjera e thonë me gjithmend, me të keq, me siguri me motrat e veta, me njerëzit e afërt të tyre, ne e bëjmë si humor dhe shpesh ato statuse dalin duke pirur kafen me atë dhe duke qeshur, apo duke zgjedhur për të parë një film bashkë që ndodh rrallë shkaku i fëmijëve, po gjithsesi janë momente të cilat ndodhin. Unë jam e bekuar që kam një Vjerë si ajo dhe që kemi ndërtuar një raport të këtillë. Fatkeqësia ime është që unë nuk kam një motër për t'ju ankuar në momente të caktuara, po e kam Vjerën, e kam Kunatën, Arbanën, të cilave ju drejtohem me atë afërsi. Sigurisht, kjo është një gjë shumë e bukur. Anita, do të flasim pak edhe sepse ndonjëherë duket sikur emisioni është shumë i gjatë dhe mund të flitet, po që nuk arrin ti përmbledhësh gjitha në një emision. Megjithatë, një gjë që gjithmonë më ka pëlqyer tek ty, një ndër gjërat në fakt, që ti vërtet ke folur shumë pa filtra, ke thyer shumë tabu, ke thyer shumë paragjykime, ke heshtur shumë paragjykime. Një ndër to është pikërisht edhe martesa jote në një moshë më të pjekur, sepse nuk është tipike. Ti e ke thënë, unë të kam ndjekur her pas here dhe e ke thënë që ti nuk bën gjëra tipike të shoqërisë, dhe kjo është e vërtet. Dhe pikërisht ti nuk nguron asnjëherë që të flasësh për këtë dhe për të qenë në fakt edhe shembull që nuk duhet ta ndjekim atë kornizën e shoqërisë, që në këtë moshë apo në atë moshë duhet të martohesh apo duhet bësh fëmijë. Ti edhe pse vendose vetë që në moshë më të pjekur të martohesh, sot edhe e ke edhe familjen tënde. Më trego pak cilat kanë qenë ato paragjykimet që ke pasur fillimisht për martesën tënde, se një gjë tjetër që nuk është prap tipike është pikërisht sepse Seferi është edhe më i ri se ty në moshë. Megjithatë, jeni një qift shumë i bukur dhe i keni edhe ato 2 fëmijë në fakt si Angel, që mendoj që Mira është një kopja jote, edhe për djalin ndoshta Seferi apo nuk? Po, djali është kopje e Seferit, ja duket këtu ku është ajo kopi dhe pasti. Këto fëmijë tanë janë vetëm për t'ju vënë vull atyre paragjykimeve. Se supozoj që paragjykimet më të vrashta mund të kenë qenë, se kuptohet që njerëzit na kanë ruajtur nga gojët e këqija, tek tuk diçka edhe mund të kemi ndëgjuar, dhe për hir të vërtetës, mbas çdo paraqitje të Seferit publike, poshtë në mes komenteve në të cilat i shahen e gjithë familja, syzet e Seferit shahen, dhe gruaja plak. Me thënë, kjo është si një shif çfarë të thash unë, se Seferi kur ka filluar bisedoj me mua në drejtim të lidhjes apo martesës, nuk e ka ditë se kur kam lindur unë, se unë i kam shef vitet apo derivon e kam pas në rrjetet sociale vitin e lindjes.
Po tash i dua t'i lë të bëjnë pak matematikë, sa vjet kam unë, sa vjet. Po gjithsesi dua të them edhe një nga të sharat të cilat mendojnë se do ta lëndojnë Seferin në ato komente degutante në për portale është që ja shajnë edhe gruan plak. Po dua të them që me siguri komentet më të vrashta mund të keqen në atë drejtim që unë kisha 42 vjet. Kur fillova lidhjen shumë të gjatë, 2 mujore, me Seferin para se të martohem. Po, ja, deshi Zoti dhe vullneti ynë që të ndjekim dhe të luftojmë infertilitetin tim kuptohet, që ti rëzojmë këto paragjykime. Seferi është në një mosh standarde për të bërë baba dhe ishte në mosh standarde për të martuar, për të pasur trashëgimtar, te unë ma merr mendja se kjo ka qenë me siguri ajo dilema më e madhe, tek opinioni, dhe edhe pse ka pas edhe ajo ana tjetër të cilët mendojnë se martesa jo ndodhi për shkak të shtatzanisë time paramartesore, që nuk ishte e vërtet. Lidhja jonë është një dashuri e kulluar në 700 filtra, në 700 senzor. Do me thënë, asnjë interes mes neve të dyve aty nuk ishte pos dashurisë. Ashtu siç njerëzit paragjykonin moshën time dhe mendonin ta quajmë se Seferi është në ndonjë avantazh në këtë çift, nga ana ime ishte frika që Seferi ndoshta nuk është i pjekur mjaftueshëm dhe nuk e din se ku po niset. Do me thënë, kisha edhe unë ato dilemat e mia, mirë po, kur të mirë ka një lloj i tillë dashurisë përpara, s'pyske më për asgjë. Në fakt, komentet, kjo më vjen mirë sepse i ke kaluar, i ke heshtur paragjykimet dhe mendoj që njerëzit të cilët komentojnë gjëra të tilla janë pikërisht ata të cilët nuk e gjejnë lumturinë për vete dhe mundohen që atë mlefin që e kanë brenda vetes ta tregojnë tek tjerët, po që më vjen mirë shumë që nuk kanë ndikuar dhe për të gjithë ata që mbase mund të kenë dyshime, le të vinë në Strug gjatë verës ta shohin Anitën me Seferin se çfarë çifti mrekullueshëm janë në atë partit e vogla, sepse kur ju kam parë dhe kam thënë shumë çift i bukur dhe me të vërtet e shihoni jetën edhe familjen tuaj. Po, unë prandaj e dua Vjerën se kësaj vere do më mbahet gjithë verës dhe unë do bëj parti në Strug. Do të shohim sigurisht. Shumë shkurt edhe për fund, çfarë ka ndryshuar tek ti pasi e bër edhe nën? Besoj që diçka mund të ketë ndryshuar rrëndësisht pasi u bër edhe nën. Jam bërë akoma më emotive dhe sensitive sa i përket dhunës. Akoma më shumë më të merron, aq sa më ka të merruar dhuna, edhe mosdhënia e lirisë, cënimi i lirisë të tjetrit, tani këto janë edhe më të shprehura. Ndoshta është diçka që lind bashkë me ndjesinë e të qenurit nën. Fotografia e dhunës më del te fëmijët e mi edhe atëherë jam edhe më emotive dhe më e acaruar njëkohësisht. Shumë e vërtet sepse ajo vetë mbrojtja pastaj del në pah. Anita, unë të falenderoj shumë për këtë rrugtim. Nuk do të mbetet me kaq, do të kemi edhe herë tjera sepse ne besoj që kemi shumë për të folur, por që sot desha pak më shumë atë pjesën tënde emocionale apo jetën tënde, se sa më shumë të fokusohemi te profesioni. Unë të uroj shumë suksese dhe me të vërtet dua të them që je shembull për të gjithë gjeneratat të tëra, gjeneratat që kanë qenë dhe gjeneratat që do të vinë. Vazhdo të jesh zë për të gjithë ata që mbase nuk kanë zë, sepse e tregove edhe vetë, kanë treguar edhe shumë të tjerë që ke motivuar edhe vajza edhe gra për të ngritur zërin dhe për t'i marrë frenat në dorë, le të themi, kështu që një falënderim publik për të gjithë punën tënde në fakt ndër vite që ke bërë, edhe faleminderit shumë edhe që ishe pjesë e emisionit, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë Ilmie, uroj të kemi sa më shumë vajza që flasin në ekran dhe që shpërndajnë misionin tonë që ende s'po mbaron. Ne duhet të vazhdojmë të luftojmë për pozitat tona. Shumë e vërtet, faleminderit shumë. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin. Besoj ka qenë një bisedë shumë e këndshme, të paktën unë e kam shijuar dhe besoj që është transmetuar edhe te ju. Ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë mirupafshim.